Një violin që flet me emocione, një artist që ka arritur të bashkojë tingujt klasik me ritmet moderne dhe një histori që ka përcjell skenën. Sonte në këndvështrim 360 gradë kam violinistin Kristian Gusho. Kristian, të falenderoj që je sot këtu me ne. Faleminderit për ftesën, është shumë kënaqësi. Jam shumë e lumtur që do të ndash me ne dhe me të gjithë shikuesit tan rrugtimin tënd, pra historinë tënde, suksesin, ëndrat edhe çfarë qëllimesh ke për të ardhmen. Me gjithë kënaqësi. Thonë shpesh herë, ose më saktë violina konsiderohet si instrumenti që i flet më shumë, më shpesh shpirtit, më me ritëm ose më i ndjeshëm. Kujtoni momentin e parë që keni mbajtur një violinë në dorë dhe çfarë ndjesie ju ka shkaktuar? Atëherë, më lejo që ta nis me një fakt edhe shkencor që violina është i vetmi instrument që vendoset sipër zemrës, edhe për gjithë ata që nuk e dinë, te koka e violinës ti mund të shikosh edhe rajet e tua të zemrës. Prandaj konsiderohet instrumenti që është më afër shpirtit, edhe mund të transmetoj çdo ndjesi që artisti ndjen e do të përcjelli tek publiku. Nëse do ta përshkruaje jetën tënde me një melodi nga violina, do të ishte dramatike, romantike, energjike, si do të? Mendoj që do të ishte një mix i të gjithave, pasi jeta ka çdo episod, si romantik, si dramatik, si nuk e di, por që patjetër do të ishte një mix i bukur i të gjitha ndjesive që njeriu mund të ketë. A ka qenë violina një zgjedhje e hershme apo ishte një dashuri që u zbulua më vonë? Do të shkoja me opsionin numër 2, pasi nuk është se u nisa për të bërë një artist, e nisa rrugën për vetëm arsye sepse prindërit e mi deshin që të më zinin sa më shumë kohën, dhe prandaj u zgjodh violina, por në momenti që u bë pak e vështirë dhe prindërit vendosën që të më hiqnin prej violinës edhe të vazhdoja një universitet edhe edukim si gjithë të tjerët, atëherë ishte profesoresha ime, Flora Çaçi, mësuesja ime dhe mamaja ime dytë, që në mënyrë absolute nuk e lejoi familjen që të më hiqte, pasi talenti ishte goxha i madh për të qenë dhe për të vazhduar rrugën e violinës. Pra duke qenë se ju shmange pak pyetjes parë ose kisha më shumë dëshirë që t'rregoje atë kuriozitetin për gjithë shikuesit tanë për sa i përket violinës, e kujton momentin e parë që preke një violinë dhe çfarë ndjeve? Violina zakonisht fillohet në një moshë shumë të vogël, rreth 4-5 vjeç, edhe nuk mund të gënjej dot që them që mbaj mend shumë pjesë momentin e parë, por mbaj mend momentin e parë kur kam dalë në skenë dhe emocionet që kam pasur që ishin të papërshkrueshme. Më tregove pak këtë episodin me prindrit që siç ndodh si shumica e prindërve shqiptar nganjëherë ose shumë herë në Shqipëri mendojnë që rruga e artit nuk është rruga e duhur përbet kushtet në të cilat performojnë ose jetojnë artistët në Shqipëri. Pra ata nuk donin në një farë mënyrë që të vazhdojë për violinën, si ka qenë ky momenti që zysha juaj ndërhyri, vendosët pastaj që të vazhdoni, po a mban mend ndonjë përballje që ke patur me prindrit për këtë gjë? Patjetër, ka qenë një le të themi një vendim shumë i vështirë për të marrë, pasi në moshën 15 vjeçare, kur kisha opsionin që ta lija violinën dhe të vazhdoja një universitet, shkollë normale, ka qenë një vendimarrje pasi aty do të bazoj dhe jeta ime, që me thënë drejtën nuk është se jam bërë pishman, pasi e shijoj edhe nuk e mendoj se është punë, pasi është pasioni im sot edhe më jep mundësinë që të vizitoj vende të ndryshme, edhe të eksploroj edhe ndjesi të ndryshme nëpër koncerte, nëpër evente, duke u takuar me njerëz në çdo lloj vendi të botës. Kështu që nuk do të isha bërë asnjëherë pishman pse zgjodha violinën dhe diçka tjetër. Çfarë ishte ajo që dëshironin prindrit tuaj që të vazhdojnë në jetë, që të studiojë? Se në moshën 15 vjeçare ka qenë pak i vogël, por ata me sa kupton kanë dashur më shumë që të ndiqja një shkollë të përgjithshme, një shkollë të mesme të përgjithshme që të kishte mundësi më pas pastaj që të studiojë diçka. Po ku i kanë patur se shumica në Shqipëri janë doktor, jurist, tradicionale, le të themi, doktor, ekonomist,
nuk e di, por gjithmonë në pjesën si një familje tradicionale shqiptare që mendon që gjithmonë arti është pak i nënvlerësuar në Shqipëri dhe është pak e vështirë si rrugë, por që mendoj që unë jam sot këtu si për të dëshmuar që është e vështirë, po edhe mund t'ja dalësh. Në familjen tuaj, a është dikush tjetër që merret me muzikë? Pra, mund të themi që keni një gen të trashëguar nga dikush? Patjetër, babai ka qenë klarinetist në shkollën e pionerëve, më korrigjo po jam. Kështu e ka pas emri. Jo shkolla pionerëve, ndoshta kori i pionerëve, nuk e di si mbaj më. Diçka e me pionerë edhe ka qenë klarinetist shumë i talentuar për kohën e vet, kuptohet që mundësitë ishin shumë të limituara në atë kohë dhe patjetër që gjithë talentin edhe pasioni për muzikën e ka marrë nga i madh. Pra, ne pas keni në genin familjar, po themi. Sa e vështirë ose sa sakrifica kërkon realisht jeta e një violinisti? Atëherë, unë do ta krahasoja jetën e një violinisti me jetën e një ushtari. Pasi që të arrish rezultate në violin dhe të arrish të jesh i suksesshëm, regjimi është pothuajse ndoshta edhe ndonjëherë më i vështirë se sa procesi për të bërë një ushtar. Pasi kjo kërkon që ti të ngrihesh në orë të para të mëngjesit, siç kam bërë ndër vite, 5 të mëngjesit duke studiuar, duke kaluar në trajnime si fizike, po ashtu dhe shpirtërore, që ndoshta edhe le të themi edhe profesione të tjera nuk do ta imagjinoni dot kurrë, pasi duhet për të qenë një violinist i suksesshëm duhet edhe të kesh mundësi të kontrollosh deri në rrahjet e zemrës, për t'i ngritur ato ose për t'i ulur ato, që mendoj që është vërtet një sfidë për të arritur qëllimin dhe suksesin e dëshirueshëm nga të gjithë si violinist. Kush ka qenë një nga violinistët ose disa nga violinistët që të kanë inspiruar ose të kanë frymëzuar edhe ke dashur të ndjekësh rrugën e tyre, ose edhe artist, sepse ndoshta violinist ndoshta është edhe e kufizuar. Do të qëndroja te pjesa e violinës, patjetër edhe si shqiptar, po ashtu edhe botror nuk diskutohet i Jack Perman, që është një ndër violinistët e mi më të preferuar, po ashtu edhe shqiptar siç është Tedi Papavrami, që shumë shpesh më krahasonin me të që në moshë të vogël, kuptohet krahasimi në moshë kur Tedi ka qenë në moshë 15 edhe kur Kristiani ka qenë në moshë 15, le të themi duke marrë ato lloj krahasimeve që një ditë mund të jesh si Tedi, apo dhe si violinist të tjerë, po patjetër këto të dy kanë qenë të preferuarit e mi. A ka qenë rrugtimi yt më shumë talent apo më shumë disiplinë, sepse i përmendëm të dyja, edhe talentin edhe disiplinën? Siç të shpjegova edhe pak më përpara, mund të kesh shumë talent, po me pa disiplinë dhe pa një regjim shumë të fortë, mendoj që është e paarritshme dhe në rastin tim do të thosha që është një kombinim i të dyjave, por patjetër punë më tepër se sa talent. Në projektet e tua muzikore shohim shpesh një kombinim të klasikës me modernen. Si lindi ideja për këtë stil edhe sa i kërkuar është në tregun muzikor, po thënë? Që në moshë të vogël gjithmonë kam munduar që të eksploroj gjëra të reja, duke përfshirë këtu violinën, pjesën e produksionit, edhe ka qenë diçka e lindur, mund të them, që kërkesa ime për diçka më tepër. Patjetër që muzika klasike ka qenë baza e çdo gjëje që kam arritur edhe sot, por mund të them që duke parë edhe pak trendin e tregut botror kur vjen puna tek muzika dhe specifikisht te violina, publiku i gjerë dhe audienca i gjerë gjithmonë kërkon që të dëgjoj gjëra më funny, më moderne, më të kohës, edhe kjo ka qenë edhe si pasion, po më vonë u bë edhe mënyrë jetese. Dhe mendoj që nga të gjithë brezi im edhe nga të gjithë profesorat që ndoshta nuk e besonin shumë këtë stilin tim, le të themi, ose idenë time për ta zhvilluar violinën në një tjetër nivel, dhe sot kjo është le të themi rruga dhe çelësi i suksesit që më ka çuar
në shumë skena të mëdha edhe internacionale tashmë. E mban mend projektin e parë që ke ndërthurur muzikën klasike me muzikën moderne? Po, ka qenë ndoshta para 15 vitesh, kur kam qenë 14-15 vjeç, pasion i madh, shkollë merr shokët e mi që vinin të filmonin me kamerë, të ludhe, më filmo këtu, më filmo atje, pa ditur se po bëja punën e një regjizori apo punën e një kompozitori, thjesht ishte një pasion që më vonë, siç përmenda, u bë dhe jetes, mënyrë jetese, le të themi. Cili është një nga koncertet që të ka shkaktuar më shumë emocione që i kujton edhe sot? Flasim me ato më të vjetrat, që ka qenë që kur kam qenë 15 vjeç, kam performuar me orkestrën e radio televizionit shqiptar. Mund të them që ka qenë një ndër koncertet mia më të rëndësishme, emocioni pa përshkrueshëm, pa diskutuar, dhe gjithashtu i dyti më thosha koncerti në Paris, me rreth 130.000 veta. Fatkeqësisht më zgjodhe mua për të qenë solist, mbaj mend që më dridhej edhe kupa e gjurit nga emocionet e mëdha, por ishte një sukses i vërtet. Pastaj mund të them pak më të reja, koncertet si para disa vitesh me Alban Skënderaj, kur kam qenë në skenë me të këtu në Toronto, në Elgin Theater, kur bëra hapje me të, shumë koncerte që vërtet janë pjesë e jetës time tani dhe vështirë që t'i harroj dhe emocionet që më ka krijuar ato. A ke një performancë e cila edhe sot kur e kujton të shkakton emocione dhe çfarë emocioni të ka shkaktuar? Performancë, po, që është gjithmonë e lidhur me pak a shumë edhe me arritjet si violinist shqiptar që ka ardhur në Amerikën e Veriut pa njohje ose pa si connections. Mund të them ka qenë një emocion shumë i veçantë kur pata ftesë në CN Toweri, kulla më e lartë në botë, le të themi, dhe më vlerësuan në atë lloj mënyre që mund të shkoja dhe të performoja për një fundraising event, gjithmonë në kullën më të lartë të botës. Ishte vërtet një, le të themi, një arritje, pasi me sa kam parë edhe në online edhe në faqe të ndryshme që nuk ishte se kishte shqiptarë të tjerë që kishin performuar në CN Tower dhe domethënë patjetër. Mund të themi që ishit shqiptari i parë që performuan. Mendoj që jam shqiptari i parë dhe kjo më ka bërë shumë krenar që e kam çuar emrin e shqiptarëve akoma, si thua, kam kontribuar për ta çuar akoma dhe pak më lart. Edhe keni kontribuar nëpërmjet artit, sepse Patjetër, aty ku është pika ime më e fortë. Si ndryshon energjia kur performon për publikun shqiptar krahasuar me publikun ndërkombëtar, po them? Do thoja që publiku të dy kanë ato specifikat e veta. Unë për shkak të, siç e thash më parë, unë jetoj me violinë edhe më duhet që të merrem me të dy tregjet, edhe ndërkombëtarët edhe diasporën shqiptare. Do thoja që patjetër ngrohtësia është e shqiptarët. Le të themi, muzika jonë është muzika e nënës, le të themi, dhe nuk e krahasoj dot me asnjë muzikë tjetër. Por pa anashkaluar, le të themi, edhe muzikën internacionale, pasi kam qenë pjesë e shumë koncerteve edhe komuniteteve ndryshme këtu në Toronto dhe në Kanada, dhe mirëpritja ka qenë e jashtëzakonshme. Unë kam edhe një veti, le të themi, që marr, si thua, si kameleoni, që marr ngjyrën e vendit me sekonda. Edhe le të themi kam gjithë ngrohtësi në të dy anët, si shqiptarët dhe si publik internacional. Çfarë bën violinën një instrument kaq universal dhe kaq të dashur për të gjithë? Siç e përmendëm dhe pak më përpara, është i vetmi instrument që vendoset sipër zemrës. Kështu që çfarëdo lloj gjëje që zemra ka, mendoj që ti mund ta transmetosh me violinë, edhe nuk mendoj që ka instrument tjetër që mund të shprehesh në atë lloj mënyre si violina. Nëse i referohemi tregut muzikor shqiptar, dhe nëse do të kishit diçka në dorë, çfarë do donit që të ndryshonte në mënyrën se si funksionon?
Atëherë nuk është se jam shumë i updateuar, megjithëse dëshirën e madhe për të qenë pjesë edhe muzikës shqiptare në Shqipëri. Mendoj që me aq sa unë shikoj këtej nga North America, doja që njerëzit ishin, le të themi, më bashkëpunëtor me njëri tjetrin, projekte të ndryshme, për evente të ndryshme, për të lënë pak atë egon më janë për të mirën e artit edhe atë që mund t'i transmetohet publikut. Nëse i referohemi tregut muzikor sot, sa e vështirë është që të ruash identitetin tënd, pra si violinist, po them në rastin konkret? Mendoj që ajo vjen edhe pak le të themi e lindur tek pjesa që çdo artist e kalon atë fazën ku eksperimenton me veten dhe momenti që e gjen atë ajo bëhet mjet identifikimi për artistin dhe është patjetër një proces shumë i rëndësishëm që merr vite dhe por në momenti që ti e gjen, ai le të themi ajo është karta jote e identitetit si muzikant. Cila ka qenë periudha më e vështirë në karrierën tënde? Patjetër, jeta e një artistit është tamam një roller coaster, go up and down, edhe mbaj mend herën e parë që kemi ardhur në Kanada që fatkeqësisht më është dashur ta më janoj pak violinën për shkak të obligimeve dhe për shkak të kur vjen për herë të parë në një vend si Kanadaja. Por gjithmonë dua ta kthej në anën pozitive që vërtet ka qenë një rrugtim, por tani që e kujtojmë pas kaq vitesh shumë i bukur edhe pengesat e saj, por me një mund të them që ja ka vlerëtur 100%. Ka qenë ndonjë moment gjatë kësaj periudhe që ke menduar që të heqësh dorë nga violina? Ka pasur, por është shumë njerëz më thonë që është zgjatimi, extensions of your body, më thënë është pjesë e zgjatur e trupit, kështu që edhe unë ta dua ta lë, është pak e vështirë që ta fshi komplet, si që pasi është pjesë e trupit tim, më të them. A ka një sekret Kristian Gusho për të përballuar gjithë trysninë që të ofron sot tregu muzikor për të qëndruar kreativ? Do të thoja që është shumë e lehtë se sa ndoshta shitet që për vështirësi, pasi këtu e ke atë le të themi qetësinë, edhe secili bën, siç e përmendëm edhe pak, për identitetin, të gjithë i njohin për një format të caktuar muzikor që ti bën, edhe ajo t'jep atë, si thua, paqen, t'jep lirin që ti mos të kesh shumë trysni dhe presione që dua të bëhem si filani apo dua të bëhem si fisto, është diçka që është shumë e menaxhueshme, le të themi, këtu në North America. Në një botë kur gjithnjë më shumë po shohim që muzika luhet me teknologji, bëhet me teknologji, çfarë roli zë instrumenti live? Mendoj sa i kërkuar është edhe çfarë rëndësie ka? Unë vazhdoj që të kem bashkëpunime me studiot më të mira shqiptare. Është i vetmi violina, nuk e di për instrumentat të tjera, nuk mund të flas dot me siguri, por sidomos violina është i vetmi instrument që nuk ka inteligjencë artificiale që mund ta zvendësoj dot 100%, pasi janë shumë komponentë aty që janë misterios, le të themi, që edhe unë që kam rreth 26 vjet me violinë dorë nuk i kuptoj dot dhe nuk janë të shpjegueshme. Dhe jo më një, le të themi, një inteligjencë artificiale ta zvendësoj të gjithë punën e një violine. Publiku shpeshherë shef Kristianin në skenë, edhe të vlerëson për atë që shef në skenë, po çfarë mund ta thuash për Kristianin jashtë skene, në shtëpi, për shembull? I thjesht, le të themi, popullor, njësoj me le të themi, një familje shumë normale, shqiptare, emigrante, pa ndonjë surprizë, së fundi, domethënë, goca bëhet gati 3 vjeçë tani dhe patjetër që jeta ka ndryshuar dhe gjithë fokusi është tek mirëqenia e saj, edhe të rritet shëndetshëm, e lumtur me familjen, kështu që nuk asnjë gjë të veçantë, le të themi. Për ata që nuk e dinë, ju jeni martuar me një këngëtare.
Si është jetosh në një shtëpi ku muzika është epicendra e të gjitha debateve, diskutimeve? Nuk është se muzikën e përfshim shumë në jetën e përditshme, me thënë drejtën, pasi fokusohemi më shumë te goca. Po pa tjetër që ka sfidat e veta, pasi të dy jemi performues, të dy jemi në skenë, edhe të dy kemi stile të ndryshme, le të themi, prandaj ndonjëherë edhe Eriola bashortja zgjedh të punojë në një vend tjetër dhe unë në një vend tjetër për shkak të rrymave, le të themi, dhe të formatit që ne bëjmë, por patjetër ka një kënaqësi dhe bukuri që mendoj që shumë njerëz nuk do ta, le të themi, nuk ta kishin dot këtë mundësi të jetonin me partnerin që edhe punon me partner, po edhe jeton në të njëjtën kohë me partner. Duke ndarë skenën edhe shtëpinë. Është kur je çift artistësh, po them, shef konkurrencë mes partnerit apo më shumë kënaqesh, gëzohesh, kërkon që ai të arrijë më shumë, si ndodh? Absolutisht që mendoj siç e përmenda pak, domethënë që neve kemi stile të ndryshme. Eriola është këngëtare e muzikës së lehtë, edhe gjithashtu popullore, po edhe këngëtet edhe anglisht. Unë jam më shumë tek pjesa e showman, pjesa e performancave, dhe nuk është se e shikojmë shumë me konkurrencë, se sa mundohemi që gjithmonë ta shkojmë si një teamwork, si një grup që në fund të ditës ka një gol të caktuar që është të bëj njerëzit sa më të qeshur, sa më të gëzuar dhe t'u japi sa do pak lumturi me muzikën që ne sjellim. Cila është muzika ose kënga që ju përfaqëson si çift? Nuk është, kemi shumë këngë në treg, nuk do të thoja që kjo specifikisht kjo këngë na kategorizon ose na identifikon, po do thosha stilet. Stili na identifikon pasi nuk është se ka shumë çifte muzikore që performojnë bashkë edhe ndajnë skenën edhe shtëpinë bashkë. Kjo mund të themi. Kjo ishte çik më personale, pra një këngë që e keni zgjedhur ose një melodi që ju përfaqëson ju pra dashurinë tuaj, familjen tuaj. Patjetër, ne kemi kompozuar edhe në ditën e dasmës. kemi bërë këngë edhe për dasmën tonë. E ka emrin Dasma jon, është edhe në YouTube. Një ndër këngët më të bukura që kemi bërë, ku le të themi tregohet pak a shumë rrugtimi jon që prej fillimi deri në konsolidimi në martesë, le të themi deri në datën e dasmës. Tani vajza edhe nusja juaj ka një surprizë për ty, të ftoj që ta ndjekësh. Okej. Hi Barbie! Ne sapo erdhëm te kopshti edhe deshëm të urojmë suksese sot në intervistën tënde. Çfarë do t'i themi babit tjetër që e duam shumë, e kemi gjan, e kemi shpirt, edhe faleminderit shumë për çdo gjë që bën për ne, për kujdesjen tënde, edhe të urojmë suksese, edhe çdo gjë të mirë që vjen në jetë ti e meriton, sepse ti je një baba shembullor, ti je një bashkëshort shembullor, ti punon shumë fort dhe çdo sukses që ti ke e meriton, sepse ke punuar shumë fort për ta patur. Ne të duam shumë, kalosh sa më mirë në intervistën tënde sot, edhe të puthi. Çfarë ndjen Kristian kur shikon vajzën, por edhe bashkëshorten që të flasin me fjalë kaq të ngrohta, kaq të ëmbla? Patjetër, ajo është pasuria ime, do thosha, nuk ka violin, profesion apo koncert që le të themi e zvendëson atë lloj ngrohtësie dhe lumturie që familja më sjell. Kështu faleminderit shumë për këtë shumë surprizë e bukur, nuk e prisja. Kam disa pyetje tani që duhet më përgjigjesh me një fjalë. Artist të bën disiplina apo talenti? Disiplina. Koncert apo studio, kë preferon? Koncert. Muzikë klasike apo moderne? Moderne. Okay. Skena më e ndëruar ku do doje të performoje? Janë disa, më falë që nuk mund të përgjigjem dot vetëm me një nuk ka rëndësi vazhdo. Janë disa skena që po punoj që të shkoj dhe të përformoj dhe ato. Ndërto është Rebeli këtu në Toronto, ku shumë artistë ndërkombëtar shkojnë dhe performojnë. Copacabana gjithashtu, këto janë si thua skenat që i kam bërë si gola që brenda aktivitetit duhet i realizoj.
Më thuaj emrin e një artisti shqiptar që do doje të bashkëpunoje me të kishe një bashkëpunim edhe pse? Te kjo pjesë nuk është se kam menduar fort pasi Mund ta mendosh tani, t'i japim 5 sekonda kohë. Problemi është që me shumë këngëtar unë kam bërë bashkëpunime në Shqipëria. Mund thosha do preferoja që të eksploroja pjesën e tregut internacional dhe artista amerikan ose kanadez më tepër se sa shqiptar. Mendoj që pothuajse me të gjithë më të mirët dhe themi kam një bashkëpunim. Qoftë ajo vetëm një violin të këngët tyre apo pjesë edhe videoklipeve të tyre. Mendoj që do e kisha ëndër le të themi të isha pjesë e grupeve të ndoshta të artistëve botror si Ed Sheerani apo Justin Bieber apo ndoshta edhe shqiptarët tanë si Dua Lipa apo Bibi Rexha. Mendoj që kjo do ishte një super bashkëpunim që një ditë mendoj se mund të arri. Edhe unë ta uroj, edhe po prisja në fakt isha në pritje që thash do më thot në një emër nga artistët tanë shqiptarë që kanë famë ndërkombëtare. Nëse një ditë publiku nuk do të duar trokas më, do vazhdosh të luash violin vetëm për shefin tënd, për pasionin tënd, apo do tërhiqesh se do mendosh se tani ke arritur limitin tënd? Unë mendoj që personalisht nuk është se kërkoj le të themi konfirmimin e njerëzve për atë gjë që unë bëj. Unë besoj, kam besuar gjithmonë tek gjëja që bëj dhe ashtu ka ardhur dhe suksesi. Por nëse le të themi duart rokitët do të stoponin, unë përsëri kam motiv le të themi për të luajtur violin sepse gjithmonë mendoj që ai që lart na shikon, edhe sikur të jemi tek dhoma vetëm duke performuar, do ishte një le të themi ndoshta edhe performanca më e rëndësishme jetës time, pa nevojën e ndonjë publiku ose duart rokitjeve që të bëje muzikë për Zotin e Madh. Interesante. Pak më parë më përmendej që për shkak të emigracionit, vështirësitë e fillimit që i kalon çdo person, nuk ka lidhje fare me profesionin që ke, por thjesht fakti që ti po ndron një vend, shkon në një vend tjetër, kultura, përshtatje, të gjitha këto gjërat, ta vështirësojnë pak ritmin që ti je mësuar të ecësh gjithmonë. Dhe ti më përmendej që në një moment caktuar e ke lënë më njanë violinën për të marrë me angazhimet e tjera. Por a ka patur ndonjë moment që violina ka qenë që të ka shpëtuar nga një situatë e vështirë e jetës tënde? Pra e kundërta e asaj që Unë kam ardhur në Kanada në le të themi në vitet më të vështira si ato të Covidit dhe pikërisht në ditë përpara se Covidi të shkaktonte atë që shkaktoi. Patjetër që më zhdashje të bëj punëra të tjera, por siç e përmendëm dhe më përpara që është pjesë e trupit tim tashmë dhe është diçka që unë nuk e neglizhoj dot ose anashkaloj dot. Duke qenë se patjetër jetesa ishte shumë e vështirë, billat, shkollimi, edukimi, realitet që nuk vërtet ishte i vështirë mendoj që është i vështirë për çdo emigrant. Por mendoj që violina më shpëtoi në këtë rast sepse ishte e vetmja gjë që unë mund ta merja me vete në subway të Torontos, duke vajtur, duke nisur karrierën time pa nevojën e një skene, pa nevojën e një letër reference, pa nevojën e një telefonate që dikush të mapte rrugën, por pra ke luajtur në subway në rrugë? Po, unë kam filluar si street performer në shumë nga shqiptarët e mi e din që ku më kanë parë për të parë dhe vlerësimi i tyre është jashtëzakonisht i madh. Vazhdojnë që ta mbajnë mend para 4 vitesh, 5 vitesh, 6 vitesh kur fillova për të parë në Lakeshore, t'i bija violinës edhe të bëja muzikë për çdo që kalonte aty. Ishte fitimprurse, sepse shikoj edhe të tjerë që i bien apo është thjesht për kënaqësinë më shumë se sa. Unë e kisha edhe për kënaqësi, por mund të them që ishte edhe një nevojë edhe financiare pasi mora vendimin që të lija çdo lloj pune tjetër në një kohë shumë të vështirë sa edhe pronari
i një fabrike ku punoja në fillim, tha, I don't think you, like, mos ke temperaturë, ose mos, something is wrong with you, po gjithmonë ideja ishte që nëse unë nuk e marr riskun që ta provoj këtë gjë, gjithmonë do ngelem në hije dhe gjithmonë do ngelem me brenga në shpirt që nuk dua të jetoj asnjë ditë jetës time me brenga. Prandaj mora violinën, shkova në Lakeshore, edhe që ditën e parë kam pas një sukses të jashtëzakonshëm. Dhe e kam bërë ndër vite atë punë, edhe sot e kësaj dite, pavarësisht se bëj mbi 200 evente në vit, mundojmë që ta gjej kohën edhe për të kthyer, qoftë edhe për një gjysmëmorshe në Lakeshore për atë nostalgji dhe për të vlerësuar edhe njerëzit që më vlerësuan edhe le të themi më ngritën në ato kohë shumë të vështira që kam kaluar. Shumë histori interesante dhe faleminderit që e ndave me ne. Patjetër. Më përmende pak më parë zyshën tënde të parë që kishte besuar shumë tek talenti jote dhe këmbguli që ti të vazhdoje këtë rrugë. Çfarë mund të më thuash për kritikun tënd më të madh? Kush ka qenë një nga kritikët e tu më të mëdhenj gjatë këtij rrugtimi? Mund të them kritiku më i madh ka qenë vetja ime. Nuk mund të gjej dot asnjë njeri tjetër që kërkon të njëjtën, që ka të njëjtën kërkesë llogarie si ai karakteri i zëri im i brendshëm që duhet të bëj dhe këtë, duhet të bëj dhe atë, kap gabimet e vetes gjithkohës, le të themi gati në thonjza perfeksionist, dhe kjo më ka shtyr për gjithmonë për të bërë gjëra të reja, për të ecur dhe për ta si thua shtyr atë derën e suksesit që të hapet me zor. Për të gjithë ata artistë ose violinistë rinj që janë në hapat e tyre të parë, sa e vështirë është për një violinist që të jetoj ose të mbijetoj vetëm nëpërmjet muzikës së violinës? Si duhet që të bëj punë të tjera, apo në një moment caktuar ajo kthehet edhe kënaqësi, edhe pasion, por edhe mënyrë jetese shumë e mirë? Unë mendoj se që t'japësh një opinion general për këtë nuk është e vështirë, normalisht, por ne po themi për dikoj që është edhe i disiplinuar, edhe i talentuar. Do thosha që çdo rast është unik, edhe varet, siç e tham, edhe ajo zëri jot i brendshëm, edhe dëshira jote për të bërë gjëra, çdo gjë është unike, edhe në rastin tim unë gjithmonë kam kërkuar gjëra të reja dhe ja ku jam sot, me një kalendar të zënë për 2 vitet e ardhshme, për shkak të besimit që kisha te vetja tek gjëja që besoja se do ishte e suksesshme. Dhe këtë inkurajoj çdo violinist edhe muzikant që vërtet të kërkoj aty thellë brenda vetes së tij se çfarë është ajo gjë që vërtet do të bëj, dhe ta anashkaloj në këtë lloj mënyre, ta anashkaloj edhe një jetë të mërzitshme në 9-5 apo të bëj gjëra që nuk i pëlqejnë, po vërtet të bëj pasionin e vet edhe mos ta ndjej kurrë se është një punë, por të ndjej ta kaloj jetën tamam si një aventurë e bukur. Cila është frika më e madhe që ke si artist? Nuk është se i frikësohem ndonjë gjë, me thënë drejtën. Përveç se pjesës që o Zot më beko me shëndet, mua dhe familjen time, dhe besoj se gjërat e tjera janë shumë. Kjo ishte si person, si individ, pra që o Zot më beko me shëndet, po si artist. Nuk është se do ta ndaja shumë, si person dhe si artist jam i njëjti, dhe mendoj që tamam, vetëm Perëndia më bekoj me shëndet si mua, si familjarët, edhe nuk do doja asgjë tjetër në jetë më shumë. A ka një projekt muzikor që ke refuzuar, po më pas je penduar? Patjetër, ka pasur në fillimet e mia, siç përmenda, shumë njerëz kalonin në Lakeshore si të famshëm, si drejtor kompanish apo entertainment companies, edhe patjetër që më ofronin edhe shifrat goxha të kënaqshme për të qenë pjesë e kompanisë së tyre, por gjithmonë besoja te vetja se mund t'ja dilja vet, pa ndihmesën e agjenteve ose kompanive që merreshin me entertainment, dhe kam jo vetëm një herë, por mendoj që mbi 10 raste mund i kem kthyer, për shkak të edhe pak të, le themi, në thonjza egos së shqiptarit që unë ja dal vet, edhe për t'i provuar edhe atyre më vonë që sot i shikoj, që i kam koleg, kaloj shumë mirë, që mund t'ja dal edhe vet, pa shumë drama ose pa shumë, le themi, pa shumë kthesa gjatë rrugës që ndoshta detyrohesh t'i bësh sepse
për shkak të një bosi mbi kokë, po bosi im është vetëm Zoti që lart. Çfarë mundësish të ofron Kanadaja që në një farë mënyrë Shqipëria t'i mohon? T'i mohon është pak si fjalë e madhe, po tregu nuk t'i ofron në Shqipëri. Mendoj që është popullsia që është shumë më e madhe. Jemi gati 40 milion në Kanada, Shqipëria është vetëm 2.5 apo 3 milion. Një vend që ka shumë muzikantë, shumë artistë të përkryer, do thosha, por që janë pjesë e një tregu shumë të vogël. Ndërsa Kanadaja apo Amerika janë vende shumë të mëdha që kanë mundësira pafund për çdo njeri dhe për çdo lloj stili, çdo lloj formati, qoftë muzikor, artistik apo edhe në fusha të tjera. Vetëm pak ditë më parë ju ishit i ftuar nga Parlamenti kanadez për të performuar. Çfarë do të thotë për ju ky vlerësim, pra fakti që ju kanë ftuar, edhe çfarë mund të themi edhe për aktivitete ose ftesa të tjera që ke marrë nga institucione të rëndësishme këtu në Kanada? Patjetër është një nder dhe respekt shumë i madh që të ftohesh në Parlamenti i Kanadas, sepse kjo jo vetëm mua më bën krenar, po mendoj që edhe shqiptar të tjerë që shikojnë le themi një djalë nga Vlora që arrin të performoj deri në Parlamentin e Kanadas me shumë le themi figura të shquara, edhe është vërtet një ndjesje pa përshkrueshme. Unë tani dua të bëj disa pyetje, por përgjigjet duhet i marr nëpërmjet violinës, sepse s'do të tregojshim të drejtë me audiencën. Të kemi në studio, kemi violinën dhe mos t'ju ofrojmë edhe pak muzikë. Patjetër. Pra, pyetja e parë që kam është Sitting Alone, dashuria në violinë. Okej. E fillon me dashurinë? Me dashurinë. Sitting Alone, zhgënjimi. Zhgënjimi. Lejo disa sekonda të mendoj. Po, patjetër. Zhgënjimin. Duhet të jetë muzikë shqiptare apo Si të duash, nuk ka rëndësi. To më pëlqen ta mbaja pozitive. Mund kalim te tjetër. Jo, më duhet zhgënjimi sepse duaj që të kuptoj, më thej që violina është afër zemrës edhe i përjeton të gjitha ndjenjat. Tani mi përjeto. Okej. Nuk po doje që të luaje, por ishte shumë e bukur. Faleminderit. Dhe tani Sitting Alone, suksesi. Suksesi. Okej, Triumf. Po marr shkas që të luaj edhe një pak muzikë shqiptare sot, kështu që suksesi, gëzimi, mund do ta përkufizoja me këtë. Shumë bukur, të falenderoj. Kristian, çfarë do dëshiroje që publiku të mbante mend ose të kujtonte nga ty? Do kisha shumë dëshirë që të më njihnin si djali nga Vlora që ja doli. Violinisti nga Vlora që ja doli në një botë në Amerikën e Veriut edhe në një botë kaq të madhe siç është këtu. Dhe unë besoj që do të mbajnë mend kështu, sepse kishe një histori me të vërtet shumë interesante, shumë të bukur, edhe historinë e një të riu, artisti të ri që çau vet, pra fillove të performosh nga rruga dhe ke arritur në skenën ndërkombëtare. Mbaj mend veten duke
performuar për të gjithë ata që janë familjar me lagjen, si është Harbourfronti. E shikoja CN Toweri nga poshtë tek Music Gardeni apo në Harbourfront, duke e parë se një ditë do shkoj atje dhe vetëm pas 2 vitesh, po e shikoja Music Gardeni nga CN Tower, kështu që ka qenë vërtet një aventurë shumë e bukur, që nga fillimi edhe nuk e di kur do mbaroj. Unë do të kërkoja brenda mundësive ta mbyllim emisionin në një mënyrë pak më ndryshe. Pra, do përshëndetim me teleshikuesin, por duaj që fundin emisionit ta mbyllësh ti me një muzikë, por do doja me një muzikë që personifikon prejardhjen tënde dhe time, Vlorën. Okej. Po t'jap kohë sa të bëjmë mbylljen që ta mendosh se çfarë. Në rregull. Në qoftë se do të thuash diçka para se ta Jo, ishte thjesht desha të thosha faleminderit shumë për ftesën, vërtet. Është një kënaqësi edhe ndjesi shumë e bukur që t'jap intervistë për një televizion shqiptar këtu në Kanada, edhe faleminderit edhe për ju Entela se jeni vërtet një profesioniste edhe njerëz si puna juaj na duan akoma më shumë këtu në Kanada. Jeni vërtet vlerë e shtuar e komunitetit, kështu që ju falenderoj jashtëzakonisht. Të falenderoj shumë. Patjetër. Ju falenderoj edhe ju teleshikues, ju lutem takim të premten tjetër, po deri atëherë ju ftoj të ndiqni tinguj tek kësaj violine. Okej. Faleminderit.